Vizatoj një ëndër të bukur për familje. Këtë temë, unë parapëlqeva ta filloj me një tregim mitologjik. Tregimi ynë bën fjalë për një ishull ku banonte një familje e madhe. Kjo familje përbëhej nga gjyshër, etër dhe nëna, fëmijë të martuar, nipër dhe mbesa, të rinj dhe të reja. Familja ishte shumë e lidhur dhe e konsoliduar. Pjesëtarët e familjes bisedonin shtruar me njëri tjetrin, ushqeheshin bashkë dhe kuptoheshin edhe me gjeste. Her pas here, ata qëndronin deri natën vonë, pasi zhyteshin në biseda të ngrohta dhe plot kuptim. Nëse do të donim ta përshkruanim dhe ta etiketonim këtë ishull vetëm me një fjalë, do ta quanim ishulli i sigurisë. Megjithatë, ashtu siç është në ndryshim çdo gjë mbi faqen e tokës, edhe ky ishull u përfshi nga ndryshimet rrënjësore. Allahu i Madhërisëm thot në Kur'an: Ne ju vëm në provë me të keqe dhe me të mirë, dhe te ne do të ktheheni. Ajo që ndodhi është se një tërmet i fuqishëm e ndau në disa pjesë ishullin në fjalë. Familjarët ndodheshin të shpërndarë në ishull dhe e shihnin njëri tjetrin teksa shkëputeshin bashkë me një rrip tokë. Këtë ndodhi e përjetuan shumë rënd antarët e familjes. Lotët u rrithnin qurk, zemrat u digjeshin, por nuk dinin ç'të bënin. Një burrë e grua që ndodheshin në të njëjtin krevat dhe shtrat, toka i ndau në dy pjesë, larg njëri tjetrit. Një baba e kishte kapur fort për dorë të birin, por kur filloi ndarja e ishullit, ata filluan të largoheshin derisa u shkëputën nga kontakti fizik me njëri tjetrin. Pas pak kohësh, gjyshi i madh dhe i parë i familjes filloi të angazhohej me hallet dhe problemet e tij. Filloi të punonte dhe të mbillte tokën për të siguruar jetesën. Prindrit u shkëputën në ishuj dhe ripatoke të ndryshme. Sa kaq fëmijët u përçanë dhe u ndanë secili në ishujt e tij. Fëmijët, kur panë që tashmë ishin vetëm, pa kontrollin e prindërve, u gëzuan, pasi ndiheshin të lirë dhe askush nuk i mbikëqyrte. Por, pas pak kohësh filluan të ndjenin nostalgjinë dhe sigurinë dhe harmoninë e mëparshme. Është e vërtetë që ishin të lirë dhe vepronin si donin, por u mungonte harmonia dhe ngrohtësia e mëparshme. Me kalimin e kohës, filluan të mësoheshin larg njëri tjetrit dhe u kthyen shpinën të tjerëve një herë për gjithmonë. Tashmë nuk njihnin nostalgji për jetën e mëparshme dhe as e kujtonin fare. Më vonë filluan të shquheshin ndryshimet e para dhe në të folur dhe në gjuhë. Tashmë nuk e kuptonin njëri tjetrin, pasi flisnin gjuhë të ndryshme. Një ditë, një nën i thot të shoqit: "Çfarë mendon sikur të shkojmë në ishullin e fëmijëve dhe të bëjmë një vizitë?" I shoqi ja ktheu: "Ne jemi prindër, ata duhet vinë na shohin." Një nga fëmijët i thotë vllajt: "Mua më ka marrë malli për prindrit, a vjen të shkojmë dhe t'i vizitojmë në ishullin e tyre?" I vllai përgjigjet: "Për mua liria individuale ka më shumë vlerë se çdo gjë tjetër." Edhe pse ky tregim është mitologjik, ai është shumë aktual dhe prezent në jetën tonë të përditshme. Ky tregim sikur është bërë pjesë e pandashme e familjeve bashkëkohore. Ishulli i madh është apartamenti dhe shtëpia e çdo familje, kurse ishujt e vegjël janë dhomët e secilit nga anëtarët e familjes. Sot, çdo familjar ka një dhomë, e cila ngjan më shumë një ishull të veçuar, pasi i ka shkëputur kontaktet me familjarët e tjerë. Marrëdhëniet burr-grua janë ftohur, sikur të mos ndanin të njëjtin shtrat. Fillimisht, ata nuk dilnin më bashkë si më parë. Mandej nuk i hanin vaktet bashkë, gjë e cila u pasua nga bisedat e vakta dhe në fund qëndronin të heshtur dhe nuk flisnin. Shtëpitë kanë filluar të ngjajnë më shumë hoteleve, ku ka njerëz që u dorëzojnë klientave çelësin e dhomës, ka klientë që marrin çelësin dhe flen, kurse të tjerët merren me pastrimin e dhomave. Familjet tona u ngjajnë guaskave, të cilat në pamje të parë të duken sikur kanë perla brenda, por me të hapur e gjena të bosh. Shumë familjar komunikojnë me pjesën tjetër nëpërmjet letrave që i ngjisin në frigorifer apo ku të mundin. Një i ri shkruan zakonisht: "Mami, kam rënë vonë mbrëm, para se të dalësh më lër 3.000 lekë mbi tavolinë." Një tjetër i shkruan gruas me të cilën ishte grindur një natë më parë: "Më zgjon orën 8 që të shkoj në punë."
Ai u ngrit në orën 10 i shqetësuar se kishte humbur orarin e punës. Pranë jastëkut gjeti një letër ku shkruante: "Ora tani është 7 dhe un po dal. Zgjohu vetë në orën 8." Jo vetëm kaq, por ka të tjerë të cilët komunikojnë me familjarët vetëm nëpërmjet postës elektronike. Një person e prishi fejesën nëpërmjet postës elektronike. Ai kishte 1 vit e gjysmë i fejuar, megjithatë zgjodhi postën elektronike për t'i dhënë fund fejesës. Ai nuk pranoi të bisedonte me të fejuarën, nuk e mori as në telefon, nuk i kërkoi takim, nuk bisedoi me tatin e saj, por i dërgoi një email. Në rastet më të mira familja grumbullohet para aparatit televizorit, por edhe këtu sikur ka filluar të çalojë puna. Kjo pasi numri i televizorëve është rritur në çdo familje. Kështu, babai sheh lajmet te televizori i tij, djali i madh ndjek kampionatin e futbollit te televizori i tij, vajza komunikon në chat me shoqen e saj, një djalë i vogël luan PlayStation në televizorin e vet, të cilin ja ka bler babai për ta lënë të qetë të shoh lajmet. Kurse vet nëna është në kuzhinë duke gatuar. Njëri kërkon çaj, një tjetër një sanduiç, dikush kafe, një tjetër ujë e tjerë. Por edhe kur ulen para një televizori, të gjithë heshtin pa guxuar kush të hap gojën, por ndryshe u ka humbur momenti më kyç i programit apo i telenovelës. Me të përfunduar emisioni, të gjithë ngrihen dhe shohin punët e tyre. Umetit ton nuk i kanë mbetur shumë faktorë për të qenë krenar dhe piknisje të zhvillimit. Faktori i vetëm për të qenë krenar është familja. Nëse e neglizhojmë familjen dhe lejojmë të denigrohet, ta harrojmë zhvillimin dhe progresin edhe për 200 vite të ardhshme. Familja është shpresa jonë e fundit. Shpresa jonë jeti, është nëna dhe babai yt, vëllai dhe motra jote, halla dhe tezja, xhaxhai dhe daja.